Grupet e punës që po hartojnë projekt ligjin për amnesti në Burgje i kanë dërguar zyrtarisht SPAK-ut kërkesë për mendim, një hap i konsideruar i domosdoshëm pas efekteve të amnistisë së vitit 2024. Shkresa i është përcjellë edhe institucioneve të tjera të drejtësisë, përfshirë prokurorinë e përgjithshme dhe përmban kategoritë e veprave që amnistohen, rastet kur aplikohet zbritje dënimi, mbyllje procedimi penal si edhe kriteret ndaluese. Kërkesa ndaj SPAK-ut lidhet drejt për drejt me faktin se nga amnistia e vitit 2024 përfituan rreth 70 shtetas të hetuar nga SPAK dhe të gjykuar nga gjykata e posaçme. Kryesisht për vepra si ushtrimi i ndikimit paligjshëm, shkelja e barazisë në tender dhe shpërdorimi i detyrës. Pikërisht për të shmangur përsëritjen e këtyre situatave, qendrimi i SPAK-ut u pasi kyç në hartimin e draftit të ri. Në një reagim për gazetaren Anila Hoxha, SPAK konfirmoi se ka kthyer përgjigje për projekt ligjin duke u shprehur në parim dakord me amnistin. SPAK thekson se ndryshimet e propozuara nuk cënojnë kompetencat e saj, por njëkohësisht ka kërkuar që të mos përfshihen në amnisti as veprat penale, që edhe pse nuk janë drejt për drejt në kompetencë të SPAK-ut, lidhen ngushtë me çështje penale që hetohen prej tij në formën e procedimeve të lidhura. Sa i përket efekteve, nga amnistia e vitit 2024 përfituan drejt për drejt 730 burgosur që lanë qelit, ndërsa rreth 1600 të tjerë morën ulje dënimi. Për amnistinë e radhës, Ministria e Drejtësisë parashikon zyrtarisht që rreth 380 të burgosur mund të lirohen, megjithse ende nuk ka një listë konkrete përfundimtare. Drafti i shpërndarjes institucioneve parashikon që përfitues të jenë burrat e dënuar me vendim të formës së prerë deri në 3 vite burg ose me dënime alternative e gjoba me kusht që dënimi të ketë marrë formë të prerë deri më 31 dhjetor 2025. Po ashtu, përfshihen edhe të dënuarit, të cilëve në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit u kanë mbetur deri në 3 vite burg për të vuajtur. Për gratë, kufiri i dënimit parashikohet deri në 4 vite burgim. Diskutohet gjithashtu që zbritja e dënimit deri në 1 vit aplikohet si për gratë ashtu edhe për burrat. Megjithatë, drafti parashikon përjashtime të forta, nuk përfshihen në amnisti të dënuarit për vrasje, të dënuarit me burgim të përjetshëm dhe një kategori specifike e të dënuarve nga gjykata antikorrupsion. Gjithashtu, propozohet që të përjashtohen nga ndjekja penale dhe kallëzimet e bëra gjatë këtij viti për vepra me dënim maksimal deri në 2 vite burg, ndërsa projekt ligji prek edhe të dënuarit në shërbim prove. Amnistia u njoftua fillimisht nga Ministri i Drejtësisë dhe u konfirmua nga Kryeministri, por deri në miratimin dhe zbatimin e saj do të nevojitet ende kohë pasi procesi mbetet në fazë diskutimi dhe konsultimi institucional.